është fakt se 2 deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë në një fokus të veçantë të interesimit të autoriteteve të vetëvendosjes. E mjaftueshme për tuar kandidatin e propozuar për kryetar të Kuvendit. Po ashtu kjo gjendje është treguese se vetëvendosja nuk i ka as votat për krijimin e qeverisë. Gjithnjës më sfiduese ka qenë krijimi i qeverisë se sa emnimi i kryetarit të parlamentit. Kështu që kur një parti, në këtë rast partia e parë, nuk mundet me i siguru votat e duhura dhe të mjaftueshme, është e pa kuptim të vazhdohet me të njëjtën agjendë dhe të këmbgullet pafundësisht. Kur nuk janë të zot me ofru zgjidhje, vetëvendosja do të duhet me pranu zgjidhje. Zgjidhja në këto rrethana dhe kushte dhe mundësi është akordimi për qeveri gjithëpërfshirëse, për një kohë të caktuar me agjendë dhe plan të saktë. Prandaj ne nga Lidhja Demokratike e Kosovës gjithnjë do të insistohet në racionalitet, respektin reciprok dhe gjuhën e përbashkët për ndërtimin dhe funksionalizimin e institucioneve të Kosovës. Faleminderit.